Pavarësisht ngritësave që ranë gjatë periudhës së lulëzimit, pemët me mboll kanë arritur t'i japin një prodhim të kënaqshëm të vit, ndërsa frigoriferët janë mbushur me fruta me pamje dhe shije të shkëlqyer, gati për tregun vendas dhe atë të eksportit. Molla shpëtovi në mënyrë të pastër, do thoja unë, dhe kemi prodhim cilësor si vit, edhe çmimi është i mirë, gjithë fermerët janë të kënaqur, prodhimi është grumbulluar i gjithi nga magazinat frigoriferike, është i pastër nga ana fitosanitare dhe çmimi është i kënaqshëm dhe krahasuar me vitet e kaluara, lëviz diku 10, 15 deri në 20 lekë të reja për kilogram, gjë që ndikon drejt për drejt në ekonominë e familjeve fermere. Një rol të rëndësishëm në këtë sukses ka pasur dhe Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, e cila i ka ardhur në ndihmë fermerëve me një program të posaçëm për plerimin, duke përcaktuar normat vjetore të nevojshme për çdo kulturë. Ne kemi bërë një kalendar të vjetor të plerimit dhe kjo është faza ku ne përcaktojmë 30-40% të nevojave vjetore të bime për plerim. Prandaj do të hidhen këto plera në këtë periudhë. Kalendari është bazuar në një rendiment mesatar dhe në premtore me moshë prodhimi rreth 10-12 vjeçare dhe me një rendiment rreth 400 kuintal, pra norma orientuese për premtoret në prodhim. Ky orientim teknik ka ndihmuar që plerimi të kryhet në kohën dhe mënyrën e duhur, duke siguruar një zhvillim të balancuar të pemëve dhe rritjen e rendimentit.